Funksionet e fuqisë së tretë dhe funksioni përpjesëtimor i drejtë. Tashmë ju njihni funksionet lineare dhe të fuqisë së dytë. Funksioni i fuqisë së tretë ka trajton y e barabartë me ax në fuqi të tretë plus bx në fuqi të dytë plus cx plus d, ku a-ja është e ndryshme nga 0. Funksioni përpjesëtimor i drejtë ka trajton y e barabartë me c për mbi x, ku c-ja është e ndryshme nga 0. Grafiku i funksionit përpjesëtimor të drejtë përbëhet nga dy degë që u afrohen pafundësisht boshteve vertikale dhe horizontale të sistemit koordinativ, por nuk i presin ato. Hapat: si të vizatojmë funksionet të fuqisë së tretë më të ndërlikuara. 1. Ndërtoni një tabel duke zëvendësuar vlerat e x-it në formulën që jep funksionin. 2. Gjeni vlerat korresponduese të y-it. 3. Përdorni pika të mjaftueshme sa për të vizatuar një grafik të fuqisë së tretë. 4. Ndërtoni me kujdes boshtet dhe pikat. Për këto funksione duhet të përdorni sa më shumë pika në ndërtimin e grafikut. Shembulli i parë. Ndërtoni grafikun e funksionit y e barabartë x në kub minus x për vlerat e x-it ndërmjet minus 1.5 dhe 1.5. Për të zgjidhur këtë problem, ndiqni këto hapa. Si fillim, ndërtoni një tabel për vlerat e x-it dhe y-it. Më pas, në një sistem koordinativ, ndërtoni pikat x, y dhe vizatoni një vit të lakuar që kalon nga këto pika. Kujdes, kur skriconi një grafik të fuqisë së tretë, është e vështirë të përdorni të njëjtën shkallë në të dyja boshtet. Shembulli i dytë, ndërtoni grafikun e funksionit y e barabartë 2 për mbi x, për vlerat e x-it nga minus 4 deri te 4. Si fillim, ndërtoni një tabel për vlerat e x-it dhe y-it. Do të kuptoni që nuk ekziston vlerë në dalje për vlerën në hyrje x e barabartë 0, sepse c-ja duhet të jetë e ndryshueshme nga 0. Grafiku i këtij funksioni të drejtë ka dy degë. Degët nuk i presin boshtet koordinative. Me rritjen e x-it, ato i afrohen pafundësisht boshtit OX. Ushtrimi 1. Beti thot, ekuacioni i fuqisë së tretë ka gjithmonë një zgjidhje. Jeni dakord me Betin? Argumentoni. Zgjidhja: jo. Një ekuacion i fuqisë së tretë mund të zgjidhet duke gjetur pikëprerjet e grafikut të funksionit kubik me drejtësin horizontale. Në varësi të grafikut të funksionit, mund të ketë 1, 1, 2 ose 3 zgjidhje. Ushtrimi 2. Në grafikun e më poshtëm janë hequr boshtet. 4 funksionet e paraqitura janë a, y e barabartë 3x plus 12, b, y e barabartë x në kub minus 2x, c, y e barabartë 1 për mbi x dhe d, y e barabartë x në fuqi të dytë plus 6x plus 7. Shiftoni se cilin grafik me funksionin përkatës. Zgjidhja: a, grafiku b, b, grafiku d, c, grafiku c dhe d, grafiku a. Ushtrimi 3. Në figurë tregohet një grafik pa boshte. Tri funksionet e paraqitura janë a, y e barabartë x në fuqi të tretë plus 7x në katror plus 14x plus 11, b, y e barabartë minus x në fuqi të tretë plus 6x në katror minus 8x plus 1 dhe c, y e barabartë x kub. Qiftoni se cilin funksion me grafikun e tij, duke argumentuar rast pas rasti. Zgjidhja: a, grafiku a. Grafiku është rritës për x të mëdha dhe të vogla, prandaj koeficienti para x-it në fuqi të tretë është pozitiv. B, grafiku c. Grafiku është zbritës për x të mëdha dhe të vogla, prandaj koeficienti para x-it në fuqi të tretë është negativ. Dhe c, grafiku b, ku është funksion rritës. Tema që do të trajtojmë është funksionet trigonometrike. Deri më tani jemi njohur me disa lloje funksionesh, por kemi një klasë të veçantë funksionesh që i quajmë funksionet trigonometrike, sepse merrem me studimin e elementeve të trigonometrisë. Por cilat janë këto funksione? Ato janë y barabartë me sinus x, y barabartë me kosinus x dhe y barabartë me tangent x. Do të trajtojmë y barabartë me sinus x. Në ushtrime mund të hasni termin sinusoid, i cili nuk është gjë tjetër veç se emri i vijës me të cilën paraqitet funksioni y barabartë me sinus x në grafik. Së pari, forma e sinusoidës ose y barabartë me sinus x në grafik. Funksioni y barabartë me sinus x fillon në origjinë, ngrihet lart dhe arrin një vlerë maksimale 1. Më pas zbret poshtë dhe pret boshtë në x kur ajo është 180 gradë. Ai vazhdon të zbresë poshtë derisa të arrijë vlerën maksimale për -1. Më pas ngrihet lart dhe pret boshtë në x-eve kur ajo është 360 gradë. Perioda e tij është 360 gradë. Së dyti, do të mësojmë se realizohet ndërtimi i funksionit y barabartë me sinus x në grafik, me anë të një ushtrimi që na kërkon ndërtimin e y barabartë me sinus x për x-et nga 0 gradë deri në 180 gradë. Në boshtin x vendosen gradë nga 0 deri në 180 gradë dhe në boshtin y vlerat e sinus x-it.
Vlerat e sinus x-it gjenden me anë të një makine llogaritëse ose në fund të tekstit shkollor në një tabelë e cila është vendosur posaçërisht për atë punë. Për ushtrime të tilla do ju sugjeroja që të mësoni përmendësh vlerat e disa prej sinuseve, si për shembull, ato të 30 gradëve, 45 gradëve, 60 gradëve dhe 90 gradëve. Nga vlerat e gjetura me makinë llogaritëse ose në librin tuaj, plotësojmë tabelën e vlerave të cilat formojnë pika, të cilat I lidhim me një vijë për të ndërtuar funksionin y barabartë me sinus x. Për x barabartë me 0 gradë, sinusi është 0. Për x barabartë me 30 gradë, sinusi është 1/2. Për x barabartë me 45 gradë, sinusi është rënja katrore e dyshit përmbi 2. Për x barabartë me 60 gradë, sinusi është rënja katrore e treshit përmbi 2. Për x barabartë me 90 gradë, sinusi është 1. Për x barabartë me 120 gradë, sinusi është rënja katrore e treshit përmbi 2. Për x barabartë me 150 gradë, sinusi është 1/2. Për x barabartë me 180 gradë, sinusi është 0. Një shembull ku mund të hasim këtë lloj grafiku është në fizikë, tek valët elektromagnetike, të cilat paraqiten në grafik me anë të funksionit të y barabartë me sinus. Funksionet eksponenciale. Çdo funksion që trajtet e rregullit të formulës së tij e ka y e barabartë me a në fuqi x, ku a-ja, e cila është baza e fuqisë, duhet të plotësojë kushtin. Është pozitiv dhe e ndryshme nga 1, ndërsa x-i, e cila është fuqia, lejohet të jetë numër real. X bën pjesë në bashkësinë e numrave real. Për a në barabartë me 1 nuk kemi funksion eksponencial. Format e grafikut. Grafiku I dhënë është në funksion rritës, nga minus infiniti deri në plus infinitin. Me rritjen e x-it, gjithashtu dhe y-et rriten. Kur x-i shkon në minus infinit, atëherë grafiku I afrohet pambarimisht boshtit të x-eve, por nuk e takon atë. Boshti I x-eve është asimptot horizontale për funksionin 0, 1. Pika me koordinata x e barabartë me 0 dhe y e barabartë me 1 është pikë fikse për grafikun e çdo funksioni eksponencial. Nga vetit e fuqive për çdo lloj baze a, y do të dalë gjithmonë 1. Grafiku tjetër I dhënë është në funksion zbritës, nga minus infiniti në plus infinit. Vlerat e y-it vetëm zvogëlohen, x-et rriten. I afrohet pambarimisht boshtit të x-eve, por nuk e takon atë. Ja dhe një ushtrim për funksionet eksponenciale. Skiconi grafikun e funksionit y e barabartë me 2 në fuqi x. Ndërtoni një tabelë me vlera pozitive dhe negative për x-in. Boshti I x-eve minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 dhe 3. Boshti y-eve 1 përmbi 8, 1 përmbi 4, 1 përmbi 2, 1, 2, 4 dhe 8. Vizatoni një vijë që kalon nga pikat e gjetura në tabelë. Vija nuk e pret asnjëherë boshtin OX. Kjo vijë eksponenciale do të vazhdojë të rritet me shpejtësi gjithmonë e më të madhe. Grafikët nga jeta reale. Me anë të grafikëve mund të paraqiten shumë situata. Koeficienti këndor tregon shpejtësinë e ndryshimit të një madhësie të paraqitur në boshtin e ordinatave. Grafikët nga jeta reale janë një mënyrë e shkëlqyer për të kuptuar dhe analizuar të dhënat duke përdorur matematikën. Më poshtë janë disa për funksioneve më të zakonshme në matematikë. Funksionet lineare. F-ja e x-it e barabartë me mx plus c. Funksionet kuadratike. F-ja e x-it e barabartë me ax në fuqi të dytë plus bx plus c. Funksionet eksponenciale. F-ja e x-it e barabartë me a në fuqi të x. Ushtrim. Në enën edhe në figurë, uji derdhet me një shpejtësi konstante. Ndërtoni grafikun e nivelit të ujit në enë, në lidhje me kohën. Është dhënë ena dhe më pas grafiku. Grafiku paraqet ndryshimin e një niveli në kalimin e kohës. Linja e kuqe tregon se niveli fillon I ulët, pastaj rritet me një ritëm të shpejtë dhe më vonë rritja ngadalësohet. Pra ne shohim se ena vjen duke u zgjeruar, shpejtësia e mbushjes ngadalësohet. Ena e ngushtë mbushet më shpejt, ndërsa ena e gjerë mbushet më ngadalë. Koeficienti këndor dhe syprinat e kufizuara nga grafikët. Koeficienti këndor I një drejtëse është shpejtësia e ndryshimit të y-it në lidhje me x-in. Në qoftë se kemi dy pika x1, y1 dhe x2, y2, do të gjejmë koeficientin këndor nëpërmjet formulës y2 minus y1 përmbi x2 minus x1. Marrim një shembull, kemi 2 pika 5, 6 dhe 7, 8. 5 është x1, 6 është y1, 7 është x2, 8 është y2. Nga formula gjejmë që m-ja është e barabartë me 8 minus 6 përmbi 7 minus 5, pra 2 të dytat ose ndryshe 1. Ushtrimi I dytë na kërkon të gjejmë koeficientin këndor të grafikut y e barabartë me x në katror në pikën e tij me apështisë x I barabartë me 2.
Ndërtojmë grafikun y barabart me x në katror. Nëpërmjet grafikut gjejmë y nëse x është 2. Y del 4, që do të thotë kemi marrë pikën 2, 4, nga e cila do të heqim një tangjente. Kjo tangjente pritet me boshtin e x-eve në pikën 1, 0. Sapo morëm 2 pika, 1, 0 dhe 2, 4. Tani na mbetet të gjejmë koeficientin. 4 minus 0 përmbi 2 minus 1 e barabart 4 pjesën për 1 baras 4. Në ushtrimin e tretë do të gjejmë një pjesë të caktuar të syprinës nga një njëjti grafik ndërmjet pikave x barabart me -3 dhe x barabart me 0. Veçojmë figurën që përbëhet nga koordinatat e dhëna deri te vija e grafikut. Figura është një trekëndësh, mjafton të përdorim formulën e syprinës së trekëndshit, pra bazë herë lartësi pjesën për 2, ku baza është 3 njësi, lartësia është 9 njësi, pra 3 herë 9 pjesën për 2, e barabart me 13.5, pra kjo është syprina e kufizuar. Ekuacioni i rrethit. Rrethi është një bashkësi e pafundme pikash të planit që kanë largesë konstante nga një pikë e fiksuar. Kjo largesë konstante është rrezja. Rrethi mund të konsiderohet si vend gjeometrik. Ekuacioni i rrethit me qendër 0, 0 dhe rrezë r është x në katror plus y në katror i barabart me r në katror. Tangjentja në një pikë ndaj një rrethi është pingullja me rrezën e këtë pikë. Dy tangjente ndaj një rrethi të hequra nga njëjta pikë jashtë kanë gjatësi të barabarta. Rrezja që është pingullje me një kord të rrethit e ndan kordën në dy pjesë të barabarta. Koeficienti këndor i rrezës që kalon nga pikat x1, y1 dhe x2, y2 është y2 minus y1 përmbi x2 minus x1. Prodhimi i koeficienteve këndor të dy drejtësave pingull është i barabartë me -1. Si të zgjidhim problemet që përmbajnë rradh? Hapat. Hapi i parë vizaton një figurë dhe vendos pikat e dhëna. Hapi i dytë shqyrtoni nëse teoremat e rrethit apo teoremat e Pitagoras janë të përshtatshme për problemin. Dhe hapi i tretë përgjigju në mënyrë të plot pyetjes. Një rreth ka ekuacionin x katror plus y katror e barabart 100. Shkruani ekuacionin e tangjentës së rrethit në pikat a 6,8, b 8,6, c 10,0. Pra duhet të dimë që shifra e parë është x dhe e dyta është y. Ne dimë se qendra e rrethit është 0, 0. Formula e koeficientit këndor është m e barabart y2 minus y1 përmbi x2 minus x1. Koeficienti këndor për tangjenten është m e barabart minus 1 përmbi m, sepse dimë që rrezja është pingullja me tangjenten. Ekuacioni i tangjentes do të jetë y e barabart mx plus c. Fillojmë të parën. Gjejmë koeficientin këndor dhe kemi 8 minus 0, 6 minus 0, 8 të gjashtat e thjeshtojmë 4 të tretat. Koeficienti këndor i tangjentes është m e barabart minus 1 përmbi 4 të tretat e barabart me -3 të katërtat. Tangjentja pritet në pikën 6,8, kështu që ekuacioni është 8 e barabart -3 të katërtat herë 6 plus c. C-ja do të jetë 25 të dytat. Ekuacioni i tangjentes i përfunduar do të jetë y e barabart -3 të katërtat e x plus 25 të dytat. Koeficienti këndor për pikën b do të jetë 6 minus 0, 8 minus 0, 6 të tetat e thjeshtuar 3 të katërtat. Koeficienti këndor i tangjentes m e barabart -1 përmbi 3 të katërtat baras -4 të tretat. Tangjentja pritet në pikën 8, 6. Kështu që ekuacioni është 6 e barabart -4 të tretat shumëzim 8 plus c, gjë që do të na jepte c-n 50 përmbi 3. Ekuacioni i tangjentes i përfunduar do të jetë y baras -4 të tretat e x plus 50 përmbi 3. Jemi tek pika c. Pra shohim që ekuacioni i tangjentes është x e barabart me 10, sepse rrezja është në boshtin OX me vlerën 10 dhe tangjentja është pingullja e boshtit OX.